Mirë ditë të gjithëve dhe mirë se vini në informimin e vorë të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykat dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, më 23 prill u mbajt konferenca mbi ecurin e çështjes gjyqësore. Seanca filloi me disa urdhra gojor nga trupi gjykues. Ndër të tjera, trupi gjykues vendosi lidhur me disa kërkesa të prokurorisë dhe të mbrojtjes për pranimin e disa materialeve si prova. Trupi gjykues i miratoi kërkesat kur konstatoi se provat ishin relevante, autentike dhe se pranimi I tyre nuk shpoi për efekti dëmtues. Materialet që nuk përmbushnin këto kritere ose që nuk ishin relevante, nuk u pranuan. Mëtej, trupi gjykues miratoi kërkesën e mbrojtjes së Veselit dhe mbrojtjes së Thaçit për të pasur qasje dhe për të përdorur disa dokumente nga çështjet gjyqësore të Salim Mustafës, Pjetër Shalës, Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Sipas arsyeve timit të trupit gjykues, këto çështje përkojnë pjesërisht me çështjen gjyqësore aktuale. Megjithatë, trupi gjykues u rikujtoi palëve se masat mbrojtëse të urdhëruara në çështje të tjera gjyqësore vijojnë të jenë të vlefshme. Gjatë konferencës mbi ecurinë e çështjes, ekipet e mbrojtjes u njoftuan se synojnë të dorëzojnë mocion të përbashkët ku do të kërkojnë rrëzimin e të gjitha akusave ose të disa prej tyre. Trupi gjykues caktoi si afat për dorëzimin e këtij mocioni datën 2 qershor ose 14 ditë pas vendimit të fundit të trupit gjykues për pranimin e provave në këtë çështje gjyqësore, cila do datë të jetë më vonshme. Prokuroria u urdhërua të dorëzojë përgjigje ndaj mocionit, nëse do të ketë, deri më 1 korrik ose deri 30 ditë pas dorëzimit mocionit të mbrojtjes. Trupi gjykues theksoi se pas kësaj nuk do të pranojë kundërpërgjigje prej ekipeve të mbrojtjes. Mbrojtësi I viktimave njoftoi se synon të thras 2 dëshmitar ekspert që tashmë I kanë përgatitur akt ekspertizat, njëra në lidhje me dëmin psikologjik dhe psikiatrik, ndërsa tjetra lidhur me dëmin material. Mbrojtësi I viktimave ende nuk e dinte se sa prej viktimave që nuk kanë dhënë dëshmi deri më tani, do të dëshmojnë në kuadër të paraqitjes provave nga mbrojtja e viktimave, nëse do të ketë. Mbrojtësi I viktimave parashikoi se do t'i nevojitet gjithsej 1 javë për paraqitjen e provave të tij. Trupi gjykues urdhëroi mbrojtësin e viktimave të jetë gati për paraqitjen e provave në korrik. Mëtej, trupi gjykues caktoi 28 majin si afat për mbrojtjen e viktimave që të dorëzojë listën e dëshmitarëve që synon të thras, bashkë me një përmbledhje se çfarë pritet të thonë, si dhe kohëzgjatjen e parashikuar të marrjes në pyetje të tyre. Gjithashtu, mbrojtja e viktimave urdhëruar të dorëzojë një listë me provat materiale brenda të njëjtit afat. Trupi gjykues u kërkoi palëve që t'i dorëzojnë kundërshtimet e mundshme ndaj parashtimit të mbrojtjes viktimave deri me 9 qershor. Mbrojtësi I viktimave informoi se do të përgatisë një listë me deklaratat e viktimave për të treguar dëmin që u është shkaktuar dhe trupi gjykues vendosi se këto deklarata duhet u vijnë në dispozicion palëve në vijimësi dhe dhënia e tyre duhet të përfundojë më së voni deri më 1 korrik. Trupi gjykues anuloi datat e seancave që ishin parashikuar në kalendarin e tanishëm të gjykatës dhe rifillimi I këtij gjykimi shtyhet deri në një njoftim të ardhshëm. Rrjedhimisht, seanca e ardhshme gjyqësore që do të zhvillohet në gjykatë është seanca e apelit në çështjen Pjetër Shala më 15 maj në orën 13:30 pasdite. Më 17 prill 2025, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese lëshoi vendim lidhur me kërkesën referuese të paraqitur nga Salim Mustafa, ku ajo konstatoi se nuk kishte pasur shkelje të Kushtetutës Kosovës apo të Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Zoti Mustafa paraqiti ankesë për shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë me pretendimin se trupi gjykues dhe
paneli i apelit nuk kishin dhënë arsyetim për vendimin e fajësisë për krimin e luftës së vrasjes së paligjshme. Në lidhje me këtë, dhoma kushtetuese nuk gjeti ndonjë gabim faktik apo juridik në arsyetimin e dhomave gjyqësore penale që do të vinte në pikpyetje konstatimet e tyre. Zoti Mustafa gjithashtu u ankua se paneli i Gjykatës Supreme nuk kishte identifikuar sakt ligjin më të butë të Kosovës për qëllimet e dënimit të tij. Për këtë aspekt, dhoma kushtetuese rikujtoi se sipas Kushtetutës së Kosovës, dhomat e specializuara funksionojnë në përputhje me kornizën ligjore të tyre. Rrjedhimisht, të drejtat dhe liritë themelore që garantohen në kreon 2 të Kushtetutës të Kosovës zbatohen në pajtim me atë kornizë autonome. Mëtej, paneli konstatoi se i vetmi ligj i detyrueshëm, i zbatueshëm para dhomave specializuara, është ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Sipas këtij ligji, dhomat gjyqësore penale nuk janë të detyruara të zbatojnë ligjet të tjera të Kosovës kur përcaktojnë dënime për krime ndërkombëtare, por vetëm që t'i mbajnë parasysh ato. Përrjedhoi, dhoma kushtetuese konstatoi se pretendimi i zotit Mustafa për shkelje të Kushtetutës së Kosovës ose të Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirime të njeriut nuk qëndronte. Kaq kisha për të thënë, në qoftë se ka ndonjë pyetje, me kënaqësi do t'ju përgjigjem. I cannot see any hands. Nuk shoh ndonjë dorë të ngritur për të bërë pyetje. Faleminderit shumë që na ndoqët. Informimi javor i ardhshëm do të jetë të njëjtën e ardhshme në orën 2:30. Ju uroj mbasditë të këndshme.